Ju qelbet goja erë, jasti të shpëtoni nga ky problem për gjithmonë. Fiks atëherë kur nuk duhet, ndjen që diçka nuk po shkon siç duhet me frymëmarrjen tënde. Edhe pse je I rregullt me larjen e dhëmbëve dhe gjithçka tjetër, aroma e pakëndshme e gojës është sërish aty. A ka ndonjë metodë e cila na ndihmon të shpëtojmë prej saj? Mos e lini asnjë vakt, edhe pse dieta mund të mos ju duket si diçka e lidhur me freskinë e gojës. Në fakt, në qoftë se ju lini një vakt pa konsumuar, stomaku juaj fillon edhe të punojë duke qenë bosh. Kjo shkakton çlirimin e lëngjeve gastrike, të cilat munden që të provokojnë aromën e rënduar të frymës. Higjiena orale. Edhe pse mund të duket paksa banale, ky rregull duhet të ndiqet me rigorozitet. Larja e gojës mbas çdo vakti është e rëndësishme, si për të shmangur aromën e pakëndshme, por edhe për të kujdesur për shëndetin e dhëmbëve. Nëse ndjeni erën e gojës papritur, atëherë mund të përdorni një sprotësues freskues me efekt antibakterial. Tharja e gojës. Kur goja juaj nuk është e hidratuar sa duhet, fryma mund të bëhet e rëndë dhe njëkohësisht e pakëndshme. Përpiquni të pini sa më shumë ujë gjatë ditës për të evituar atë. Majdanoz. Nëse gjendeni para një situate të tillë në mënyrë të papritur, provoni të përtypni disa gjethe të vogla majdanozi dhe kështu era do t'ju kalojë për pak minuta. Mente. Kjo do t'ju ndihmojë të ruani një frymëmarrje të freskët për një kohë më të gjatë. Sherebela. Edhe gjethet e sherebelës mund të përdoren për të njëjtin qëllim. Vitamina C. Ushqimi është akoma edhe më I rëndësishëm. Përpiquni që ju të konsumoni ushqime të cilat janë të pasura me vitaminën C për të patur gjithmonë një frymë të freskët dhe gjithashtu pa aromë të këndshme. Në qoftë se doni të largoni erën e keqe të gojës, mund të përdorni sodë buke. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni? Keni një takim dhe ndiheni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj? Mos u shqetësoni më, problemi juaj tani do të marrë fund. Ne po ju sillim disa mënyra se si ju të përdorni sodën e bukës për të larguar aromën e keqe nga goja juaj. Soda e bukës neutralizon acidin e keq në gojë duke larguar kështu edhe aromën e keqe. Ajo vret baktere dhe nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Janë mënyra se si ju ta përdorni sodën e bukës për largimin e erës së keqe nga goja. Përzieni sodë buke me pak ujë. E fusni në gojë dhe bëni gargar për 30 sekonda. Këtë procedurë ju mundet që ta përsërisni çdo ditë sa herë që ju të dëshironi. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzieni bashkë pastën dhe sodën. Merrni një forcë dhëmbësh dhe lajini gojën dhe dhëmbët dhe në këtë mënyrë era juaj e keqe do të largohet nga goja. Sodë buke me krip. Edhe kjo është një mënyrë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne ju sugjerojmë të merrni pak sodë buke me krip, një gotë me ujë të vakët dhe më pas I përzieni bashkë. Futeni atë në gojë dhe bëni gargar sa të ndjeni se goja juaj është e freskët. Sodë buke me uthull molle. Ne ju këshillojmë që të merrni pak sodë, pak uthull dhe I përzieni bashkë në një enë ose filxhan dhe futeni në gojë. E përsërisni disa herë derisa përmbajtja juaj të ketë mbaruar. Sodë buke me mjaltë. Edhe kjo mënyrë është shumë efektive. Ne ju këshillojmë që të merrni një gotë, të hidhni mjaltin dhe sodën dhe t'i përzieni ato së bashku. Bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe të jetë të larguar. Mirë po, mos e te kaloni masën e sodës
Në çdo përbërje shtoni vetëm nga një lugë çaj sot buke dhe kështu ju do të jeni në rregull. Ndërkohë, këtu do t'ju prezantojmë edhe disa metoda të tjera natyrale të cilat po ashtu janë vërtet befasuese me efektin që kanë. Janë grimcat e ushqimit të mbetur në përdhëmb, bakteret e gojës dhe gjuhës dhe njëkohësisht medikamente të ndryshme, duhani dhe shumë faktorë të tjerë, ato që japin frymës tuaj një erë të pakëndshme. Në këtë raste, është shumë e dobishme të njohësh ca mënyra të shpejta dhe efikase mjekimesh, duke përdorur ingredient të thjeshtë dhe natyral, të cilët gjenden edhe në shtëpi. Përgatit një çaj me 10 kokra dëllinje. Zgjeni më parë një filxhan çaj me ujë dhe hidheni pastaj mbi frutat. Lëreni të pushoj për 10 minuta dhe pastaj filtrojeni dhe lëreni të ftohet. Këtë shurup mund ta pish pas vakteve të ngrënies, sipas dëshirës dhe shijes mund ta ëmbëlsosh atë edhe me pak mjalt. Një tjetër çaj çuditëbërës është ai i cili përgatitet me gjethe mendërze ose thënë ndryshe nenexhik. Lëreni që të zbuten paraprakisht 25 gram gjethe mëllage për rreth 1 orë në një enë me pak ujë dhe më pas merrini dhe zgjeni në 1 litër ujë. Çajin e përftuar ju mundet ta përdorni për gargara aromatizuese. Uthulla e mollës ka një përqendrim të lartë të acidit malik dhe acetik dhe pikërisht këto të fundit mundësojnë krijimin e një mjedisi as pak të përshtatshëm për bakteret. Ndërkohë, uthulla e mollës përmban një përzierje të pasur të mineraleve dhe gjithashtu përfshin kalcium, kalium dhe natrium, magnez dhe bakër, si edhe sufur, të cilat të gjitha së bashku ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm të gojës. Uthulla e mollës gjithashtu mundet të ndihmojë edhe në përmirësimin e tretjes, e cila po ashtu është një nga shkaqet e mundshme të frymës së pakëndshme. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni 2 lugë uthull molle me një filxhan ujë dhe pijeni atë pas ngrënies. Kjo ndihmon gjithashtu në tretjen e ushqimit dhe i vret të gjitha bakteret në gojë. Gjithashtu ju mund të bëni gargar çdo mbrëmje me një lugë çaj uthull molle dhe 1 filxhan me ujë të ngrohtë. Ndërkohë, erën e gojës mund ta largoni fare thjesht edhe fal ndihmës së limonit. Era e keqe e gojës shfaqet për shkak të baktereve të cilat ne tashmë i përmendëm, por ndërkohë ju mund ta largoni atë duke ngrënë një limon. Limonët nuk janë vetëm të shëndetshëm, por janë edhe efektiv edhe në trajtimin e erës së keqe të gojës, për shkak se mbysin bakteret që mund të shkaktojnë këtë problem. Hani një risk limon ose shtrydheni atë në një gotë me ujë. Një mënyrë tjetër efektive për të eliminuar erën e keqe të gojës është edhe konsumi i hudhrës ose qepës. Mbani një sprajt për freskimin e gojës gjithmonë me vete. Gjithashtu, nëse vazhdimisht keni probleme me erën e keqe të gojës, thjesht spërkateni këtë sprajt për freskimin e gojës, të cilin mund ta mbani në çantë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, ne ju këshillojmë të konsultoheni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!